përgatitu për ditën kur do t'japësh llogari. Pasha Zotin, jeta është e shkurtë dhe e paparashikueshme besa. Askush se di se kur do t'vi koha kur t'i japim llogari Allahut për çdo veprim ton që kemi bë. Por ka një gjë që ne nuk mund ta anashkalojmë: namazi. Është themeli i fesë, shtylla që mban zemrën dhe shpirtin të pastërt. Atë që e mban namazin, çdo punë tjetër i shkon në rregull, e ai që e le pas dore namazin, çdo përpjekje tjetër rrezikon të mbetet e mangët. Namazi nuk është vetëm detyrë, është lidhje e vazhdueshme me Zotin tënd, kujdes, mbrojtje që të përgatit për çdo ditë dhe çdo provë që vjen. Shumë njerëz thojnë, kam kohë bre, do të falna kur të plakna. Por vdekja nuk pyet mosh bre. Ne të falem burrat e gratë në jo, po vdekja nuk pyet begjini. Ajo vjen pa prit, shpesh në momente që se pret, dhe kur ajo troket nuk ka mundësi për me shty asgjë vdekjen. Prandaj, t'lutna bon mirë bre me u përgadit tash. Bahu i përgaditun për ditën kur do t'japësh llogari. Kjo është edhe për mua dhe për ty. Mos e tako bre Zotin pa namaz. Ma bre, pashallah. Sepse zemra që e harron namazin, do t'jetë e rëndume me keqardhje. Çdo namaz i falun me zemër të pastërt, çdo sejdë që bëhet me sinqeritet, ta përgadit bre shpirtin për me u përball në atë ditë gjykimi. Fale namazin tani, se çdo moment i falur namaz të ofron më shumë te Allahu dhe të mban qetë për ditën e llogarisë. Mos lejo bre me u taku me Zotin ton pa namaz. Pash Zotin, mos e lejo këto. T'lutna sinqerisht. Namazi është shpresë për ditën e gjykimit. Namazi e qel zemrën tonde. Namazi të përgadit para përgadit për llogari. Baja bre një llogari vetës në dynjan këtë botë. I mençur është ai i cili bën para llogarin. Ku ka hapësirë, ka mundësi. Po e kuptoj që shejtani mundet me t'i lujt dy loja aty, një apo dy apo tri, se ka shku disa vjet dhe unë nuk jam fal, s'kam mosh ka fal. Jo, me njëherë vendos. Mos lejo me gëzu shejtanin, duke e thy urdhënin Allahut. Allahu të urdhëron. Mere këtë urdhër me sinqeritet, e me dashni për Allahun Azze ve Gjell, sepse është në të mirën tënde. Mos dëgjo shejtanin e mallkum, që don vetë me të ngatru. Përgjigju thirrjes së Allahut. Përgjigju mëshirës së tij, e shpëton veten këtë botë dhe ja lehtëson vetes llogarin në botën tjetër. Pra, qele zemrën tonde me namaz. Largo vuajtjet, dhimbjet, pikëllimet, mërzit në namaz. Ti e fal namazin që për që është urdhër i Allahut. E kur ta vendos ballin në sejdë, një plom vend, një ball, një kokë, kaq që është kjo, dhe ti pëshpërit tokës, e Allahut ndëgjon be arsha që, kur Allahu sheh hajrin, mirësinë në zemrën tënde, Allahu derdh bekimet
e mirësit tek ti, dhe çdo gjë që të ka rëndu, e të ka ngarku, Allahu ti lehtëson. Por kjo arrihet kur ti i përgjigjes urdhrit Zotit. E fal namazin. Namazi është iman, besim. Pastaj Allahu Azza wa Jall ti lehtëson gjitha të tjerat dhe të bën faqebardh në këtë botë e i lumtur në botën tjetër. Pra, bahu gati për ditën që vjen pa pritmas.